Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Kryeministri Edi Rama përkujtoi sot ngjarjen e 21 janarit, ku në bulevardin Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë mbetën të vrarë 4 protestues. Gjatë fjalimit të tij, ku ishin të pranishëm edhe familjarët e 4 viktimave, kryeministri Rama bëri thirrje për drejtësi. Ngjarja e 21 janarit të vitit 2011 u përkujtua edhe në Gjirokastër. Familjar, bashkëprotestues dhe përfaqësues të pushtetit vendor zhvilluan homazhe në varrezat e fshatit Zenelaj, ku prehet Ziver Veizi, një nga viktimat e protestës së 21 janarit në Tiranë. Qarku i Gjirokastrës është përfshirë nga rreshje shiu me intensitet të ulët, ndërsa në zonat mbi 500 metra janë shënuar rreshje bore. Në një raportim nga prefektura nuk raportohen bllokime të mëdha rrugore përveç aksit Kolonjë-Golem në njësinë Picar. Bursat studimore u ofrojnë të rinjve mundësinë për të marrë një arsim të lartë duke zbutur pagesat financiare. Për këtë vit akademik në Universitetin e Gjirokastrës deri tani kanë përfituar 134 studentë të dyja cikleve, ndërkohë që aplikimet vijojnë. Ju njohim tani më gjërësisht. Kryeministri Edi Rama përkujtoi sot ngjarjen e 21 janarit, ku në bulevardin Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë mbetën të vrarë 4 protestues. Gjatë fjalimit të tij, ku ishin të pranishëm edhe familjarët e 4 viktimave, kryeministri Rama bëri thirrje për drejtësi. Sipas Ramës, prej 15 vitesh ende drejtësia për 21 janari nuk është vendosur në vend, pavarësisht reformës së bërë në drejtësi. Kreu i qeverisë Edi Rama priti në godinën e kryeministrisë familjarët e 4 protestuesve të vrarë me 21 janar 2011 me rastin e 15 vjetorit të ngjarjes. Në fjalën e tij, kryeministri rikujtoi rrethanat e protestës, duke theksuar se demonstruesit nuk kishin hyrë në ambientet e kryeministrisë dhe situata sipas tij nuk justifikon përdorimin e armëve. Drejtë e di çfarë i tha dhe çfarë u tha mendja ati që e urdhëroi dhe atyre që e kryen atë krim shtetëror të pashëmbullt për Europën demokratike. Kreu i qeverisë u ndal edhe tek procesi i drejtësisë, duke shprehur zhgënjim që edhe pas kaq vitesh, çështja e 21 janarit mbetet e pasbardhur plotësisht. Fatkeqësisht, për vite me radhë, edhe vetë SPAK-u bëri sikur kjo çështje nuk ekziston. Pavarësisht se bëhet fjalë për krye çështjen mes çështjeve të lidhura me abuzimet dhe pushtetit politik në Shqipëri. Më pas, kryeministri Rama së bashku me familjarë dhe përfaqësues të Partisë Socialiste zhvilluan homazhe në bulevardin Dëshmorët të Kombit, duke vendosur lule në pllakat përkujtimore. Ndërsa familjarët e viktimave përsëritën kërkesën e tyre për drejtësi. Sot shpresa jone vetme është vendosja drejtësisë të ndishkimi autorëve të vrasësit të 1 janarit nga SPAK-u. Vërteta duhet dalë në dritë dhe përgjegjësit të përballen me ligjin pa asnjë lloj mbrojtje apo ndikimi politik. Kujtojmë se me 21 janar të vitit 2011, gjatë protestave që u zhvilluan nga opozita asaj kohe, përballë kryeministrisë, humbën jetën Alex Nika, Ziver Veizaj, Faik Myrtaj dhe Hekuran Dedaj, të cilët 10 vite më vonë u shpallën nga qeveria aktuale dëshmorët atë dheut. Ngjarja e 21 janarit e vitit 2011 u përkujtua edhe në Gjirokastër. Familjar, bashkëprotestues dhe përfaqësues të pushtetit vendor zhvilluan homazhe në varrezat e fshatit Zenelaj, ku prehet Ziver Veizi, një nga viktimat e protestës së 21 janarit në Tiranë. Pas 15 vitesh, familjarët shprehen se dhimbja mbetet e njëjtë, ndërsa drejtësia sipas tyre ende mungon. Në fshatin Zenelaj të bashkisë Gjirokastrës, në vendlindjen e njërit prej të vrarëve në protestën e 21 janarit në bulevardin Dëshmorët e Kombit, Ziver Veizaj, familjarët, miqt dhe përfaqësues të institucioneve vendore zhvilluan homazhe në nder të tij. Mbesa e tij, Zamira Veizi, u shpreh se plaga e 21 janarit nuk është vetëm e familjes, por e gjithë shoqërisë shqiptare. Ajo theksoi se nëse kjo ngjarje nuk zbardhet dhe nuk vendoset drejtësi, besimi i shoqërisë shqiptare te institucionet dhe shteti do të bjerë. Sot ne jemi mbledhur për të përkujtuar xhaxhain ton, 15 vjetori humbjes nga data e ngjarjes tragjike të 21 janarit.
plaga e 21 janarit nuk është vetëm plag për ne dhe për familjen tonë, por është plag për gjithë shoqërinë dhe në qoftë se nuk zbardhet, nuk vihet drejtësi për 21 janarin, besimi ndaj institucioneve dhe shtetit nuk do të jetë nga ana e shoqërisë shqiptare. Ndërkohë, prefekta e qarkut të Gjirokastrës, Albana Hasanaj, në përvjetorin e 15 të kësaj ngjarjeje tragjike, deklaroi se 4 viktima treguan se dëshmorët nuk janë vetëm në kohra lufte, por edhe paqeje. Jemi sot duke kujtuar ata burra të cilët na treguan se dëshmorët nuk janë vetëm në kohë lufte, po janë edhe në kohë paqe, ata burra të cilët na treguan se kufiri ndërmjet një shteti demokratik dhe një shteti diktatorial është shumë i zbehtë dhe pikërisht për ta forcuar këtë duhet kontributi gjithë secilit. Kujtuam sot djalin e Gjirokastrës dhe u përullëm me nderim përpara veprës së tij dhe dhimbjes së familjes së tij. Ngjarja e 21 janarit mbetet një nga momentet më të rënda të historisë së tranzicionit shqiptar, ku humbën jetën 4 persona gjatë tubimit të opozitës së asaj kohe në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë, ndërsa familjarët e viktimave ende kërkojnë drejtësi. Qarku i Gjirokastrës është përfshirë nga rreshje shiu me intensitet të ulët, ndërsa në zonat mbi 500 metra janë shënuar rreshje bore. Në një raportim nga prefektura nuk raportohen bllokime të mëdha rrugore përveç aksit të Kolonjë-Golem në njësinë Picar ku rruga është e bllokuar nga inertet, ndërsa në Frashër bora ka arritur deri në 15 cm dhe kërkon zinxhir. Në njësinë administrative Zagorie të bashkisë Libohov po vijon puna për hapjen e rrugëve me mjetet e Ministrisë së Mbrojtjes. Gjatë natës në qarkun e Gjirokastrës janë regjistruar rreshje shiu me intensitet të ulët, ndërsa në zonat mbi 500 metra mbi nivelin e detit ka patur rreshje bore. Deri në këto momente nuk raportohen bllokime të akseve kryesore rrugore. Megjithatë, autoritetet ju bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes veçanërisht në zonat malore. Sipas informacioneve zyrtare nga prefektura e qarkut Gjirokastër, gjatë natës së kaluar rreshjet e shiut kanë qenë me intensitet të ulët, ndërsa në lartësitë mbi 500 metra janë shënuar rreshje bore. Në njësitë administrative Frashër, trashësia e borës arrin rreth 15 cm dhe automjetet duhet të qarkullojnë të pajisura me zinxhir. Ndërkohë në aksin rrugor Kolonjë-Golom në territorin e njësisë administrative Picar, qarkullimi është bllokuar për shkak të inerteve të sjella nga rreshjet në bashkinë Libohov, konkretisht në njësinë administrative Zagori. Gjatë ditës së sotme do të vijojë puna me mjetet e Ministrisë së Mbrojtjes për pastrimin dhe hapjen e rrugëve të bllokuara nga inertet. Nga OSHE bëhet me dije se me përjashtim të zonës industriale në qytetin e Gjirokastrës i gjithë qarku furnizohet normalisht me energji elektrike, ndërkohë furnizimi me ujë të pishëm vijon pa ndërprerje. Autoritetet mbeten në monitorim të situatës dhe ju bëjnë thirrje qytetarëve të ndjekin njoftimet zyrtare. Rreshjet e dendura të ditëve të fundit kanë shkaktuar problematika në bashkinë në Këlqyer. Situata më e rëndë paraqitet në fshatin Malshov, ku shkarja e derave ka rrezikuar disa banesa, ndërsa bashkia ka marrë masa të menjëhershme për përballimin e situatës. Këlqyra është përballur me disa problematika si pasojë e rreshjeve të dendura të ditëve të fundit. Situata më problematike është shënuar në fshatin Malshov, ku shkarjet e derave kanë rrezikuar disa banesa. Kryetari i bashkisë Këlqyer, Klement Doni, bëri të ditur se janë marrë masa të menjëhershme nga ana e bashkisë për çdo problematik me të cilat janë përballur gjatë këtyre ditëve. Ka pat një dëshkitje goxha të madhe në një lagje të Malshovës, ku rrezikoheshin 3 familje, të cilat për momentin i kemi evakuuar në për shtëpi të tjera aty në fshat dhe kemi marrë masat për ndihmesën e tyre për sa i përket pjesës edhe nga ana blegtorale të cilët kishin blegtorin, por edhe për ndihmesat e tjera të cilat u nevojiteshin si familje. Problematikat e tjera ka pat tek rrugët rurale ku janë bllokuar apo kanë shkarë, të cilat gjatë kohës ne i kemi hapur, i kemi bërë të kalueshme dhe në sot që flasim jemi në fazën e vlerësimit të dëmeve.
Ndoni theksoi gjithashtu se bashkia ka kërkuar ndihmën e specialistëve të shërbimit gjeologjik për të kryer vlerësimin e situatës dhe për të përcaktuar masat e mëtejshme që duhen marrë. Si bashki kemi bërë një kërkesë drejtuar edhe prefekturës, edhe gjeologjisë, Institutit Gjeologjisë, dhe në fshatin Malshov kanë qenë një grup gjeolog të cilët kanë shkuar për të vlerësuar situatën e shkitjeve, jo vetëm tek rruga apo edhe tek lagja e Malshovës ku ka ndodhur shkitja, por komplet një situatë të përgjithshme për të cilën besoj shumë shpejt do kemi një raport. Ndërkohë, problematika të tjera të konsiderueshme janë shënuar në akset rrugore që lidhin fshatin Psar dhe Ball, të cilat kanë qenë të bllokuara për disa ditë. Shkak për këtë kanë qenë pamundësia për të ndërhyrë me mjete në lumin Dëshnic për shkak të prurjeve me intensitet të lartë. Bashkia me Malia i ka vijuar punën intensive për zhbllokimin e rrugëve të dëmtuara nga rreshjet dhe rrëshqitjet e dheut. Ekipet e emergjencave civile janë në terren pa ndërprerje për rikthimin e qarkullimit normal në të gjithë territorin. Paralelisht po evidentohen dëmet në banesa dhe infrastrukturë, si dhe po hartohen projektet e rikonstruksionit. Bashkia me Malia i ka vijuar edhe sot punën intensive për hapjen e rrugëve të bllokuara nga rreshjet dhe rrëshqitjet e dheut. Ekipet e emergjencave civile ndodhen në terren dhe ndërhyjnë pa ndërprerje në të gjithë territorin e bashkisë me qëllim rikthimin e qarkullimit normal. Specialisti i emergjencave civile Blanduar Çaushi njofton se paralelisht po kryhet konstatimi dhe vlerësimi banesave të dëmtuara, si dhe hartimi projekteve për rikonstruksionin e rrugëve të dëmtuara. Në kuadrët e emergjencës civile, shkaktuar si pasojë rreshjeve të shumta të cilat ndërmuan gjithë vendin, Bashkia me Malia ka qenë gatishmëri plot me gjitha kapacitetet e mundshme për të marrë ndihmë banorëve të zonave të prekura. Aktualisht kemi ngritur grupet për konstatimin dhe vlerësimin e dëmeve, të cilat janë kryesisht në banesa, në njësitë me Malia e fshat dhe njësi administrative Luftimi. Pas rikthimit të qetësisë ka nisur evidentimi i dëmeve në gjithë territorin për të përgatitur ndërhyrjet e nevojshme dhe për të mbështetur rikuperimin e infrastrukturës dhe banesave të prekura. Autoritetet bëjnë me dije se ndodhen në gatishmëri të plotë dhe po punojnë me përgjegjësi për rikthimin sa më të shpejtë të normalitetit, ndërsa ndërhyrjet do të vijojnë edhe në vijim deri në zhbllokimin e çdo rruge në të gjithë bashkinë. Banorët e Shëndëllisë në Bashkinë Konispol protestuan paqësisht për shkak të izolimit të vazhdueshëm nga mosfunksionimi i shpeshtë i Lundrës së Butrindit. Banorët kërkojnë ndërtimin e një ure mbi kanalin e Vivarit si zgjidhjen e vetme afatgjate. Ndërkohë që kryetari i Bashkisë Konispol theksoi se investimi është i domosdoshëm, por kërkon ndërhyrjen e qeverisë qendrore. Banorët e fshatit Shëndëlli në Bashkinë Konispol janë ngritur në një tubim paqësor duke kërkuar zgjidhje përfundimtare për izolimin e zonës së tyre, si pasojë e mos funksionimit të shpeshtë të Lundrës së Butrindit. Prej vitesh, për shkak të gjendjes së amortizuar të Lundrës, banorët mbeten të izoluar për ditë të tëra, pa mundësi qarkullimi drejt Sarandës dhe zonave përreth, edhe për nevoja emergjente shëndetësore apo jetike. Sipas banorëve, mjeti është i vjetëruar dhe pa investime rehabilituese, ndërsa ndërprerjet e shpeshta e kanë kthyer Lundrën në burim rreziku. Ata deklarojnë se në këtë pikë kalimi kanë ndodhur incidente të shumta, madje edhe me pasoja fatale për jetën, çka e bën situatën alarmante. Ne kemi 30 vjet që kemi ardhur, që banojmë këtu. Ne kemi fëmijë, i çojmë në kurse, në shkolla, atje unë paguaj tu prishet Lundra këtu. Paguaj 1000 lekë vajza me skaf privat. Varka ajo, i të që në atje, do vjetë ta marrë në herë marrë, herë se marrë herë, thot taj skafi s'kam benzin, s'kam këtu. Ndërkohë, banorët kanë hedhur idenë e ndërtimit të një ure mbi kanalin e Vivarit, si zgjidhja e vetme e qëndrueshme për lëvizjen, sigurinë dhe zhvillimin e zonës. Ne nuk thomi t'i ki Lundra, Lundrën ata le ta mbajnë, po ne duham një urë, se turizmi hinë nga të dy akrat, hinë dhe këndej nga Qafbota, hinë edhe nga Saranda. Kemi arqën në 90-ën që është këshu, nuk e dim për matutje. Po kjo është 30 metra është komplet. Është gjëna është tur për ta disu të më thënë urë, edhe privat e bëjmë. Ne duham një urë, se s'bën. Që kemi urë, që të vinë, pse mos vinë ato turistat. Edhe nga fshati jonë, edhe nga ata. Ne për një urë, vjen këtu turisti këtu, shikon këtu, 14 euro, thot, 15 euro, thot, për të kaluar turisti këtu.
Në lidhje me këtë situatë, kryetari i Bashkisë Konispol, Erges Dule, ka deklaruar se ndërtimi i urës është një domosdoshmëri për zonën, por ky investim i kalon kapacitetet financiare të bashkisë duke e bërë të nevojshme ndërhyrjen e qeverisë qendrore për realizimin e këtij investimi. Lundra është e vetmja pikë lidhëse për një zonë ku jetojnë mijëra banor dhe qindra familje të fshatrave të Bashkisë Konispol, përfshirë Shëndëllin, Vrinën, Zarën, Mursinë dhe zonat e tjera përreth. Bursat studimore u ofrojnë të rinjve mundësi për të marrë një arsim të lartë duke zbutur pagesat financiare. Për këtë vit akademik në Universitetin e Gjirokastrës deri tani kanë përfituar 134 student të dyja cikleve, ndërkohë që aplikimet vijojnë. Në Universitetin e Gjirokastrës deri në muajin janar janë bërë përfitues të bursës mujore prej 10.000 lekësh 114 student, ndërsa 5 të tjerë që ndjekin degët prioritare marrin tashmë rrogën 40.000 lekë në muaj. Për vitin të cilin po flasim, 2025-2026, deri tani janë përfitues burse 119 student të sistemit bachelor, prej të cilëve 22 janë student ekselent, dhe 90 student nga shuma 119 janë përfitues burse si student me vështirësi ekonomike dhe arsye të tjera. Gjithashtu, për të theksuar është dhe numri studentëve që i përkasin degëve prioritare. Çdo vit në Universitetin e Qerem Çabej, studentët që zgjedhin degët prioritare kanë të drejtën të kërkojnë si kategori më vete akordimin e bursës. Deri tani për këtë vit kemi 5 student të kësaj kategorie. Studentët të cilët kanë zgjedhur degët prioritare prej Ministrisë së Arsimit mbështeten me një pagë mujore në formën e bursës prej 40.000 lekësh të reja. Në ciklin e dytë të studimeve nuk aplikohen bursa, por për këto kategori që përfitojnë në bachelor përgjysmohet tarifa e studimit. Për sistemin master, është prioritet përjashtimi nga tarifa në vlerën 50%. Për vitin në cilin po flasim, pranë bordit të administrimit janë kaluar 15 aplikime, pra 15 përfitues të përjashtimit nga 50% e tarifës. Që do të thotë që nëse viti shkollor, gjithë programi shkollor kushton të azëm 130.000 lekë të reja, ai e paguan të gjithën në vlerën 65.000 lekë të reja. Aplikimet zgjatin gjatë gjithë vitit akademik dhe janë disa kritere mbi të cilat përcaktohen edhe fituesit. Kur flasim për bursat që i përfitojnë të gjitha kategoritë, të cilat plotësojnë kriteret e njerëzve me vështirësi ekonomike, njerëzit, individ, student që janë i përkasin kategorive të ndryshme, pakicave e të tjerë, Universiteti akordon një bursë prej 10.000 lekësh të reja, e cila përfitohet çdo muaj. Studentët të cilët për arsye të ndryshme nuk kanë mundur që ta bëjnë aplikimin, plotësimin e dokumentacionit që në fillim të vitit, e kanë të drejtën ta bëjnë atë në çdo muaj dhe bëhen përfitues prej atij muaji të cilin kanë aplikuar dhe kanë përfituar bursë. Studentët përfitues duhet të frekuentojnë sistematikisht procesin mësimor. Ky është kushti që ata duhet të plotësojnë për të qenë përfitues të rregullt të bursës mujore gjatë gjithë vitit akademik. Fermerët në Gjirokastër kanë nisur procesin e krahasitjes së ullinjve. Gjatë kësaj periudhe, agronomët ndodhen në terren duke u ofruar fermerëve këshillat e nevojshme, jo vetëm për krahasitjen, por edhe për plerimin dhe përmirësimin e drenazhimit të tokës me qëllim rritjen e prodhimit. Veglat e punës kanë rikthyer gjallërinë në ullishtet e Gjirokastrës. Fermerët kanë nisur punën në parcelat e tyre për një proces më vendimtar të sezonit. Krahasitjen, e cila përcakton jo vetëm formën e pemës, por edhe sasinë dhe cilësinë e prodhimit që pritet në muajt në vijim. Hader Skënduli është një nga fermerët që vitet e fundit ka zgjedhur të zëvendësojë vreshtarinë me ullishtet. Sipas tij, ulliri ka një vlerë më të lartë në treg dhe krahasuar me kulturat e tjera, kërkon më pak angazhim. Është faza tani që është krahasitja, ulliri, dhrit, pemët të gjitha ne i krahasitëm. Tani unë kam 2 ditë që kam filluar. Krahasitje ne vreshtit, ullit kam pak ditë që i kam krahasitur dhe tani do heqim dega, do i pastrojmë. Ta ullit tani këta, sidomos këta, ja 60 rënjë, në 12 prill mushën 3 vjetë këta. Si vjetë janë në prodhim.
Ulliri do kuror, është krahasitur pak se është i vogël. Mot pastaj, ky vit që vjen, krahasiten mirë këta, të rënd. Këta specialistët thonë që mbas 3 vjetë krahasitet. Por këta duhen bërë kuror, të vinë kapen kështu jo lart, të hapen anash. Që dhe për mbledhje dhe për të gjitha gjërat, kupton? Unë i kam mjelltu në vreshte avash do degradohet, do iki. Do meten ullit. Ulliri është një punë që nuk do shumë punë. Realiteti vaj ullirit është për të gjitha gjërat. Është i mirë. Nga ana tjetër, agronomët shprehen se po ndihmojnë fermerët në terren, duke dhënë këshilla praktike për krahasitjen, plerimin dhe drenazhimin e tokës. Ne gjithmonë i sugjerojmë apo i këshillojmë që të kenë në ngritjen e një vreshti të ri apo një pemtore të re të kenë fidanin apo kulturën që është e përshtatshme në vendin tonë, po ashtu në bashkëpunim gjithmonë në çdo kohë jemi në pjesën që i sugjerojmë pjesën e krahasitjes sa më të mirë, pjesën e plerimit që të jetë sa më i përshtatshëm që bima mos ketë mungesa në pjesën e plerimit apo edhe në pjesën e vaditjes. Drenazhimi është një nga pjesën më të rëndësishme në çfarëdo lloji kulture, sepse direkt dëmton bimën nëse ujë ngelet aty, nuk bëhet drenazhimi dur. Ky bashkëpunim midis fermerëve dhe agronomëve synon të përmirësojë cilësinë dhe rendimentin e ullinjve në zonën e Gjirokastrës, duke siguruar një prodhim më të bollshëm dhe të qëndrueshëm për vitet e ardhshme. Edhe pse pazari i Gjirokastrës nuk u mërzhin si në verë, artizanët vazhdojnë të gdhëndin dhe të qëndisin suvenir në dyqanet e tyre. Dimri sjell sfida ekonomike, por nuk i ndalon të krijojnë produkte të veçanta, të cilat do të jenë gati për t'u ofruar vizitorëve gjatë sezonit të pranverës. Artizanët e pazarit karakteristik të Gjirokastrës përballen me vështirësi gjatë stinës së dimrit, kryesisht për shkak të rënjes së ndjeshme të numrit të turistëve. Temperaturat e ulta dhe mungesa e vizitorëve ndikojnë drejt për drejt në shitjen e produkteve artizanale, duke e bërë këtë periudhë më pak fitimprurës se për ta. Jemi në një periudhë të dimrit që unë kam quajtur dhe vazhdoj ta quaj periudhë mbijetese, sepse ashtu është në realitet. Sigurisht që numri vizitorëve vitet e fundit është rritur jashtëmase dhe duke pasur dhe vizitueshmëri me numër të lartë, sigurisht që do dali dhe dikush që të futet e të psunisi në dyqanet tona. Po kjo ndodh në periudhën e verës më tepër. Pra puna është sezonale. Është shumë vështirë sepse nuk ka lëvizje, nuk mund të themi fare, ka lëvizje tek tuk, edhe në një grup i vogël mund të vijë, po dhe familje mund të vijnë, po kjo nuk mjafton. Normale që muajt e dimrit janë pak të vështira, sepse ka një rënje të turistëve, të numrit të turistëve. Gjirokastra situash tani është në momentet e fillimit të turizmit dhe ne kemi një turizm kulturor. Një turizm që është i bazuar tek trashëgimia kulturore. Dhe kjo duhet kuptuar mirë. Dhe ajo që doja të thoshja është një lajm i mirë që inshallah të realizohet për Gjirokastrën, është që është duke përgatitur një draft nga specialist të trashëgimisë me orientim të UNESCO-s për Gjirokastrën dhe Beratin. Dhe mendoj se nëse arrihet të kemi një ligj të veçantë për Gjirokastrën dhe për Beratin, domethënë turizmi të bazohet pikërisht tek trashëgimia kulturore. Kjo do jetë një zgjidhje, si thua, do t'i shpjerë gjërat në vendin e duhur. Patjetër që do ndikojë, bile logjikisht Gjirokastra është një qytet që më shumë turizëm duhet të ketë gjatë muajve të dimrit se sa gjatë verës. Megjithatë, pavarësisht vështirësive, artizanët vijojnë punën e tyre normalisht. Ata shfrytëzojnë këtë periudhë më të qetë për të realizuar punime të ndryshme artizanale, duke ruajtur traditën dhe cilësinë e produkteve që karakterizojnë prej vitesh pazarin e Gjirokastrës. Ne nuk e mbyllim asnjë ditë, jemi në shërbim të dashqytetarëve tanë, kryesisht, po dhe të ndonjë vizitori që mund të vijë nga qytetet tjera të Shqipërisë ose edhe nga vende të huaja të jashtëm. Megjithatë, ne nuk është se nuk e shfrytëzojmë këtë periudhë për të përgatitur për sezonin e ri turistik që vjen. Unë konkretisht po punoj për
bujtinat e reja që po hapen, në Gjirokastër është diçka, është bërë tashmë trendi që kush do jetoj, kush do ori në Gjirokastër, e vetmi burim të ardhurash është turizmi. Dhe secili mundohet të gjej veten brenda këtij rrethi të turizmit. Pra është situash kjo periudha e dimrit që nuk ka shumë fluks turistësh, është një aksion, do të thoshja që secili mundohet të rregullojë, të përgatitet për sezonin e verës. Qëllimi kryesor i kësaj pune është përgatitja për sezonin e ri turistik. Artizanat synojnë të jenë gati me produkte të reja dhe të larmishme për vizitorët që pritet të shtohen gjatë pranverës dhe verës, duke shpresuar që sezoni i ardhshëm të sjellë më shumë turist dhe përmirësim të situatës ekonomike për ta. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.